i ri i politikës amerikane. Luftë ekonomike apo me mjete ekonomike kundër Serbisë dhe alatëve të saj që i ndihmonin kundër popullit shqiptar dhe Kosovës. Në rastin konkret, dohet me i ditë dy gjëra me rëndësi. Edhe me u thonë këto mes nesh. A thua ndryshimi i politikave amerikane, i strategjisë së mbrojtjes kombëtare, sidomos me lindjen e mesme, a ka të bëj me dobësimin e Amerikës apo ka të bëj me përputhje, paralelizim i nevojave dhe dinamikave të reja që janë kërkuar dhe po kërkohen në marrëdhëniet ndërkombëtare. Që kjo apo tjetra, unë e di një gjatë të sigurt se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po koncentrohen ka prodhimi i energjisë. Më shumë dhe zhvendosja prej siç ka qenë në lindjen e mesme dhe në Ballkan me shqiptarët, zhvendosja ka konkurenca me fuqitë e mëdha globale, sepse rreziku veç ka arrit ta quaj figurativisht te kufit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. U përmend Meksiko, u përmend Kanadaja, u përmend Grenlanda, u përmend Panamaja, tani Venezuela. Pra, po